Rita Ora ka zbuluar se ishte ajo që i propozoi për martesë bashkëshortit të saj, Taika Waititi, gjatë një udhëtimi romantik në Palm Springs, duke rënë vetë në gjunjë. Këngëtarja 34 vjeçare, e cila u martua me regjisorin 49 vjeçar në vitin 2022, ndau historinë e saj në podcastin Begging Again të Davina McCall, duke shpjeguar se si e theu traditën dhe mori përsipër propozimin. Unë thjesht bëra gjithçka. Ishim në një dhomë hoteli në Palm Springs, një dhomë shumë e bukur dhe luksoze me tullumbace dhe tort. I bëra unë aza. A i tha, ç'drejshin është kjo, dita Shën Valentinit? Unë i thash jo, nëse do të thuash jo, do të më duhet të heq rrobat. Tha ajo, sidoqoftë ula në gjunjë dhe Taikas i pëlqeu shumë, shtoi këngëtarja. Rita dhe Taika u martuan në një ceremoni private më 4 gusht të vitit 2022 në Los Angeles. Çifti, që fillimisht ishin miq për vite me radhë dhe planifikuan dasmën vetëm në 2 javë, për të siguruar që vajzat e Taikas të mund të merrnin pjesë në të.